Sepse drejtësia dhe penali është tjetër gjë. Kjo është historia. Por shtoj, kjo zot thot që nuk është e vërtet. Po jo, mund të jetë e vërtet. Po s'tash gjë. Po pse thash gjë që s'është e vërtet? Po s'tash që s'është e vërtet. E vërteta, unë të them që nuk duan, që s'është e vërtet. Ej, nuk duan, jo nuk mundet. Po këtu ndryshojnë pasaj të dy. Tani, Spaku do ishte mirë që të paktën të kishte një element për para zgjedhjeve. Ne e dim që krimi zgjedhor nuk është në kuti, ndodh për para se ty në kuti. Dhe ne mësuam që do të ishte në bashkëpunim me prokurorin, me KQ-n, me mjetet të sofistikuara për të kapur këtë krimin para zgjedhor. Nuk kemi asnjë të dhënë për krimin para zgjedhor. Pra, puna para zgjedhjeve është, deri tani s'kemi asnjë të dhënë, ndoshta dhe është, po nuk e dim. Tani me këto gjetjet që deklaron tani mbas zgjedhjeve, a hiqet ndonjë mandat sepse gjenden të tilla të dhëna flagrante të cilat i zerojnë ato vota sepse mund t'i keni një mandat thua Mirela, po është herët duhet presim. Ne nuk e dim këtë. Nuk e dim dhe duhet të presim. Pasat do të bëhet e plot, më. Ne duhet të presim, pra. Ka për t'i ikme. Dhe nëse do të bëhet kjo... Do shfryt tensionin me që të meremi ne. E pra, do bëhet do i kurban. Nëse do kjo... Një sekundë të mbaroj Mirela. Për respekt. Ta marrim e Për ta përfundoj Milori. Dale ta përfundoj Milori. Po ligjërisht është sepse nëse ai e vërteton dhe e ka të filmuar dhe të kapur në flagrant, si rasti Belerit a zëm. S'është me flagrant, apo? Jo, që kapet që ti e ke bler mandatin përmes mjeteve, shantazhe etj. Pra vetëm nëse do bëhet kandidat. Ore ça emisione bëjmë ne, emisione sterile bëjmë ne këtu, po si nuk është shumë sterile. Mirela të lutem të ndjes. Po të thot ai jep dorëgjën e burr, pastaj ato është gaspar, ajo tjetër diskutim. Si po çurbja si. Spaku ka hyrë në spiralin e politikës. Ka hyrë dhe Spaku në spiralin e politikës, ndjes. Po pra, hyri në spiralin e politikës, në lojën e politikës. Spaku, o do kishte thënë përpara se të vidheshin që kam 1, 2, 3 raste, ose tani këto që thot, do t'jenë shumë të vështira t'i vërtetoj dhe shumë të vështira të rrëzoj nga këta emrat, që gjithë qyteti flet. Gjithë qyteti e di, dhe me shumë respekt që kam për gjithë prokurorët e Spakut, vetëm prokurorët e Spakut nuk gjejnë të dhëna që ta raportojnë përpara se të ndodhë gjëja, sepse gjëja po ndodhë. Se lekët nuk jepen në 1 sekond, fraksion sekundi dhe iku, se nuk është klik. Lekët dihet që do shkojnë këtu, do t'i marri, ky do t'ja japi këti, do bëhet ky është përndarje, dhe tani vota do t'i kemi me foto apo ku di gjë unë se si ndodhë transaksioni mes tyre. Në moment që s'kape transaksioni para se të ndodhë, mbasi ndodhë shumë vështirë pastaj ta zhbësh. Megjithatë, e ruajmë rezervën. Pra këtu është bërë pazari gjallë. Jo respektin se unë basi, po pe çantën ti. U përpoqja. Po fjalën e fundit. Ti nuk thua çfarë u përpoqja ta ndiqa. Po ku e diti që është për atë punë për shembull? 10 metra nga qendra. Po si analizohet, si flitet kështu. Kjo është pasaj 10 metra nga qendra. Duhet vërtetuar për zotëri, duhet vërtetuar. 20 metra nga drejtësia ka logjik tjetër nga ne këtu. Dakord, je shumë në rregull. Po pse s'duhet vërtetuar? Vërtetuar patjetër. Jo, përpoqja Spaku po flet politikisht. Që ti dëgjoje të gjitha dhe të flisje i fundit. Po flasim për Spakun. Por ishin 10 metra euro. Ja vetëm unë të respektoj. Ti thua ku diun çan ato? Jo thash duhet vërtetuar që është Po, se di nuk mund të mos jenë me zgjedhjet. Pritan. Kaq është në duhet vërtetuar. Jo, s'duhet vërtetuar. Fusim njerëzit bunë kështu, pa vërtetim. Ta fusim dakord. Ore ti ka marr ai, ka marr ato, Sara i ka marr me ritëm valla, se ishte kështu çuditbërse. Iljaza, nuk ka nevojë të fusësh patjetër në burg, më mund t'i frenosh që të ndërhyjnë me mënyra të tjera tani. Jo, është bërë qesharak ky vend, më fal që se po e shtoj. Ky vend është bërë shumë qesharak. Po shumë qesharak është bërë, se kush e tha që jo. Personazhe të lidhur me banda ose bandit nga këta më të rrezikshëm, po mos mendur emra. Që gjoja janë në kërkim dhe në për qarqe njerëzit që jetojnë në ato qytete thonë ne i shohim në rrugët e qytetit. Dhe vetëm këtë vend ndodh kjo. Po duhet vërtetuar, dakord, po. Vetëm nëse janë çmendur të gjitha dhe gënjejnë. Në zgjedhje ata. Ata japin lekët. Ata japin lekët e... Ore zotrinj edhe njerë, ju bëj analizë politike këtu, nuk jam as polic, as gjyqtar, as prokuror. A jeni normal apo jo? Ju bëni procese gjyqësore këtu, bëjni më që t'ju themun. Jepni dhe vendime, në rregull, jepini. Parë se zez, nuk do t'i themi për Nuk si them, pra fare nuk i them. Ne themi çanta 10 metra, raportojnë çantat e thua nuk e di për çfarë. Po, jo, është një gjë. O zotri. Ka të drejtë Arioni për një gjë. Spak kompetencën time të ndërhyjë në botën e krimit edhe ka të bëjë gjë, do të ndërhyjë ku se s'ka krim. Një sekondë, Iljaza, ju lutem.
Duhet të ndërhynte kur një grup i Partisë Demokratike në Dibër